Unë jam Lores Sollaku dhe më 11 maj votoj për herë të parë. Janë rreth 100.000 të rinj në Shqipëri që si vjet votojnë për herë të parë si unë. 12 nga 18 vitet e mia në këtë jetë i kam kaluar me Edi Ramën si kryeministër të Shqipërisë. 6 vite të tjera me të njëjtin, por si kryetari i Bashkisë së Tiranës. 10 vite të tjera para këtyre, ai ka qenë sërish në pushtet. Pra, ky zotria që bën sikur është i ri në politik, sikur ka ardhur dje në pushtet, sikur ka moshën e Renis Gjokës, ka në karrige pa ndërprerje që nga viti 1998. Dhe kërkon sërish pushtet. Ma jepni dhe 4 vjetë, thot, se do ju jap pasaportën europiane. Para se të shkojmë të përrallat me mbret, që ky kujton se ne shqiptarët i besojmë, le të bëjmë një rreshtore të përrallave që na tregoi që nga 2013-a. Ujë të pishëm 24 orë. A e keni? Shëndetësi falas. A e merrni? Abone falas për studentët dhe pensionistët. Kush e ka? Heqjen e taksës 20% për bukën, qumshtin apo vezët. Por jo, kaq paguani dhe sot. Taksën e energjisë 6% për familjarët. Nuk e bëri, sot paguani 20%. Çfarë na stradini? Të dashur bashkëmoshatar, vëllezër e motra 18 vjeçare që si vjet votoni, mos e çoni dëm votën. Të mbash Edi Ramën edhe 4 vjet nuk është më një gabim, por është një krim. Programi për rininë e Partisë Demokratike është serioz, ambicioz dhe i qartë. Është hartuar nga të rinj për të rinjt. Jemi ne të gjithë bashk, aksionerët, investitorët strategjik të Shqipërisë. Prandaj, pa e zgjatur më shumë, ju ftoj që më 11 maj të sillemi si njisha dhe të votojmë numrin 1, fitore! E ku ka më bukur